Një ngjarje e rëndë mësohet se ka ndodhur në Arapaj ditën e hënë, ku pas vetë plagosjes ka humbur jetën 35 vjeçari. Policia e Durrësit informon se një person i vetë plagosur Maramgjahu ka humbur jetën gjatë transportimit për në spital. Ngjarja ka ndodhur mëngjesin e kësaj të hënë në zonën e Arapajt, teksa i riu është sjellë me urgjencë në spitalin rajonal Durrës nga familjarët e tij. Sipas familjarëve, ata kanë lajmëruar me autoambulancën dhe pasi kanë pritur për mbi 15 minuta, janë detyruar ta nisin vetë me makinë për në urgjencën e spitalit rajonal të Durrësit. Nga informacionet paraprake, mësohet prej të afërmit të viktimës se ai fillimisht është mbyllur në dhomë dhe më pas ka qelluar vetën në bark me çifte. Policia në njoftimin e saj bën me dije se rreth orës 8:45 në lagje numër 13 dyshohet se është plagosur Maramgjahu në banesë, shtetësi me inicialet OSH, rreth 35 vjeç, i cili ka humbur jetën gjatë transportimit për në spital. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.